Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq të televizionit Syri kudo që jeni duke na ndjekur. Kësaj të shtune do të flasim për arsimin, më konkretisht për punën e mësimdhënësve ndërvite. Gjithmonë thuhet se mësimdhënia është edhe një mision krahas profesionit. Njerëzit të cilët ndërvite punojnë në mësimdhënie kanë përvojat të tyre nga më të ndryshmet dhe rëndom kur vije mosha e pensionimit, sikur reflekton mbi kohën e kaluar dhe mbi momentet të cilat ti mund t'i kesh përjetuar gjatë jetës suaj. Këtë të paktën e din nga secili mësimdhënës që unë e njoh dhe që e kam takuar përgjatë rrugtimit tim. Mirë po, për të kuptuar më shumë se cila është dëshira të qenurit mësimdhënës, cilat janë momentet kur afrohet koha e pensionimit dhe çfarë kujtimesh kanë mësimdhënësit me nxënësit e tyre, ne kemi ftuar 3 mësimdhënës, gjithashtu edhe në poste menaxheriale, të cilët këtë vit shkollor pensionohen, që do të thotë përmbyllin karrierën e tyre në mësimdhënie dhe në menaxhim institucionesh. Dhe do të përpiqemi të marrim shumë fragmente jete nga puna e tyre profesionale. Në studio me ne dhe me ju është profesori Muharrem Maloku, mësimdhënës në shkollën e Minduraku. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se u gjetëm, kam kënaqësi. I shoqëruar nga zoti Bardhet Sajdaraj, mësimdhënës në shkollën Dëshmorët e Kombit. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se u gjetëm. Gjithashtu i shoqëruar nga drejtori Pjetër Dodaj, drejtor në shkollën Zeflush Marku. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Ju pret një vit shkollor i cili gradualisht është drejt përfundimit, qershori vije shumë shpejt dhe ju këtë vit shkollor përfundoni edhe karrierën tuaj në arsim. Do doja të merrja nga secili për jush, çfarë do të thotë të jesh mësimdhënës dhe ta, siç thon pleq, ta shkrish një jetë të tërë në shkollë. Të jesh mësimdhënës është një punë e cila kërkon një përkushtim, një mobilizim, është një punë që duhet të transmetojsh një uri të reja para nxënësve, pra është një punë e cila pothuajse edhe mësimdhënësi pothuajse gjithë jetën do të jetë nxënës. Edhe këtë mund ta them edhe nga përvoja ime, pasi që kam kryer shkollën e mesme, pastaj kam shkollën e lartë, mandaj në vitin 2000 kam pas rastin të jem në nivel të Kosovë mësuesi i parë, ku në 2002 diplomoj në fakultetin e mësuesisë me program 4 vjeçar, ku ma vonë shndrohet në fakultet të edukimit, ku thirrja ime ndryshon, thirrja ime është profesor i mësimit klasor. Pastaj kam vazhduar dhe studimet, master në departamentin e pedagogjisë. Pra, kam kalu shumë gjenerata, jemi mundu, jemi angazhu, kemi pas bashkëpunim edhe me kolegë tjerë, mënyrë që të gjitha njohurit, edhe gjatë pushimeve, edhe gjatë takimeve, të gjejmë një gjuhë, të bisedojmë dhe ato t'ju transmetojmë nxënësve. Faleminderit. Zoti Bardhet, është mision apo profesion mësimdhënia? Është mision, u them më shumë në mision. Pse e thoni këtë? Se arsimi është, si më thonë, i shenjtë. Së pari, ju përshëndes për ftesën që më keni bërë. Të vesyri një, them ashtu të mrekullueshëm. Faleminderit. Se kom përvoja me të vesyrin. Është mision, mund të them edhe profesion, por më shumë po them mision që arsimi është i shenjtë. Ne jemi për mbrezat, tullon mbrezat që vinë, do të shkollohen, e mos në besim në terë se pa shkollë s'ka, nuk ka, si me thonë, jetë. A jeni përpjekur ta bëni ju si të jeni një misionar i dijes për gjatë këtyre viteve sa keni punuar në arsim? Unë jam përpjek, gjitha lamita si po të regoj shkollën e lartë e ku kryer në vitin 1991. Pastaj, në vitin 1910-11 kem regjistruar fakultetin e për shkëputjen nga puna. Se pari kom punuar mësim klasor
në shkollën Ferhat Binishu që kena të kohë Zhabel. Pastaj kom kalu atje në Shqiponje, kom dhënë gjuhë, shqipe edhe muzikë. Fakultetin e muzikës e kom krye në vitin 1000, domethënë kom krye që 6 vjetë. Po. Domethënë kom qenë më i vjetë aty që kom krye fakultetin e muzikës, po në studenta. Unë kisha thonë që vitet e 90-ta kanë qenë, nuk thamë ashtu të mendueshme se na kemi dashur arsimin me zemër. Kush ka dashur me punue, sa ka qenë vështirë, po ka qenë edhe krenaria jonë kombëtare. Ta marrim një arsim në kohët e pushtimit që i kishin shumë në atë kohë gjitha institucionet si policia, edhe gjitha që kanë qenë këto institucione vetëm arsimi ka bërë prana, ka bërë punën e vetë në ato masa, pra sa kemi qenë me ato sakrificat tona, po kemi qenë edhe ka qenë krenaria kombëtare. Në ato kurset e vajmë një arsim ka qenë krenari kombëtare, me punu në ato vite, jam shumë i lumtur që i kem rrinë ata vite dhe kem punu me vullnet sa kemi mundje, sa kemi ditë. Kuptohet. Zoti Pjetër, do të kaloj tek ju. Ju përfundoni karrierën si menaxher shkolle, si drejtor shkolle, mirë, po nuk e keni nisur atë si drejtor. Më fol pak për këtë rrugtimin tuaj. Unë deshta me njëherë të lidha me pyetjen e kolegëve të mi që profesioni i ynë është profesion apo mision. Unë në punën time 40 vjeçare në nxënës, pra një punë është punë në formimin e tyre individual që tjenë ata qytetarët të ndërgjegjshëm, së pari të formohen për vetveten, të ndihmojnë shoqërisë edhe shtetit në përgjithësi. Unë mendoj që këto 40 vjet e kam kryer këtë punë me plot përgjegjësi dhe me përkushtim, që për mua është një mision jetësor. E ke përmbyllur suksesshëm? E ban mend se cilën ditë të punës suaj? Gjithsesi. Unë po lidhna me një studim të disa analistëve të Kosovës, arsimin e qesin në për disa etapa. Etapa mas luftës së dytë botërore, etapa prej vitit 45 deri në vitin 74, prej vitit 74 deri në 89-shën, prej 89-shës deri në 89-ën dhe etapën mas lufte. Unë i kam përjetu të gjitha këto etapa. Kështu që kem shumë me folë në për të gjitha këto etapa. Do të foli ma vonë. Gjithsesi, secila ka veçantine vetë. Duke punuar me nxënës edhe nga gjenerata në gjenerat, nga viti në vetë, ndryshojnë edhe nxënësit, ndryshon edhe ndoshta mënyra mësimdhënies, dikur në klasa me shumë nxënës, tash me klasa më pak nxënës, dikur me kushte më të vështira, sot më të mira, kështu me radhë. Mi tregoni pak ato përvojat e juaja personale, ndër vite. Po, mirë, pyetje me vend është se sistemi i arsimit në Kosovë ndryshon. Faktikisht, po flasim profesionin tim. Përpara arsimi fillor, apo si i thëshin cikli ult, ishte 4 vjeçar. Ndërsa pas lufte bëhet 5 vjeçar, apo me një fjalë që quhet shkolla fillore. Dhe aty me ndryshimin e sistemit të arsimit ndryshojnë edhe plan programet. Faktikisht është koha kur në Kosovë flitet për ato reformat të cilat i kemi përjetu dhe me të cilat jemi ballafaqu në për ato trajnimet dhe mund të them që në të kaluarën mësimi tradicional kishte një bazë shumë më të mirë. Do ta them këta nga aspekti, sepse atë e kam përvu edhe vetë kam qenë nxënës i gjimnazit të tërshëm Deçanit që ka qenë ndër gjimnazet. Konsideroni se autoriteti i mësuesit në mësimin tradicional kishte përqindjen më të madhe se sa e përfshirjes së nxënësit. Po, edhe suksesit ishim shumë atë. Po. Profesor, si e vlerësoni ju këtë rrugtimin tuaj ndër vite me nxënës?
Çfarë kujtime shëndanin nga ajo kohë? Si ishte klasa jote dikur ose gjenerata e parë dhe si ka ndryshuar ajo nga viti në vit? Viti i parë ishte shumë i mirëpritur, domethënë çdo arsimtar që fillon punën, ai edhe minutat i duken pak se po rinsat më shku në orë. Sepse Se fillon diçka ka ata vrudhën e ka më punue. Domethënë zoncat tha dhe profesori, mësuesi në kurët e maherë ka pas pak ma autoritet. Domethënë kanë respektuar në zonat në rrugë, tash disi nuk pak është tra pak ajo, si me thonë, pak me telefona, po i morin po rrinë vone. E pak është tra, dhe me thonë, arsimi, unë kisha pas me thonë që edhe kolektivi, Po. dhe me pas harmoni me zvetin, bashkëpunim me drejtorin, kur është një kolektiv i mirë, shkon me drejtorin, i kryen obligimet në harmoni se bashkë janë edhe nxënësat, Po, natyrisht. janë edhe nxënësat, domethënë. Është një punë zinxhirore e cila do të lidhet, është hallk në vete. Se në nxënësat, domethënë, femia, thojmë, kanë thonë edhe më herët, kur lindër si një tabak i pastër. Po. Ai ky trakonçi tash i prind. Edhe shkollë, edhe familje, domethënë ky trakonçi duhet me pas me sa më punu edhe në shtëpi pak. A është duke funksionuar sot më mirë apo dikur ky trekançi mësimdhënës Jo, edhe dikur ka prind- qenë më mirë. edhe nxënës, dikur ka qenë Po më ka qenë mirë. më mirë, se kanë biseduar, ja ka dhënë fjalën prindit edhe nxënësi atëherë e ka marrë. Sot i thojnë po vinë në shkollë, harrojnë. E ky trekonçi është i mirë që edukata familjare, atëherë edhe në shkollë trekonçi mësues nxënës, familje, trekonçi gjithmonë duhet me qenë bashkëpunimi me nxënës që mos me devijue. Po. Drejtor, po? Unë kam një mendim krejt ndryshe. Hajde. Unë kam filluar në punë në vitin 1984. Është një fjalë thot pa kujtu të kaluamën na sonë dhe ndërtojmë të ardhmen. Unë e moj men arsimtarin të hynë në klasë me një ditar në dorë dhe me një thupër Po. para lufte. Sot mësimdhënësi në shkollën time dhe në shkollat krejt tjera, në klasë hynë me një ditar, me një laptop dhe një kerr ose një grumull mjet e konkretizimit. Sot nxënësi është i lidhur me mjetet teknologjik, do më thonë me laptopa, do më thonë, Është shumë më mirë kjo mendoni. shumë më mirë se me mjete, ka laptop, ka telefon, ka krejt një çështje tjetër. Edhe nga mësimdhënësi kërkon një mësim kreativa, kështu që ky ndryshim kërkon që edhe mësimdhënësit që përshtaten pak kohës. Do më thonë, që përshtaten rrethonave tjera. Për këtë arsye mas lufte ndërkombëtarët kanë organizuar trajnime të ndryshme, do më thonë, që përshtaten rrethonave tjera. Po, Do më thonë, patjetër. një mësim tradicional që kim pas përpara nuk ka qenë efektiv. Për arsye se kur arsimtari ka hyrë me një thupër në dorë, në klasë, ai ka pas krejt një bindje tjetër, ka pas një qëndrim krejt tjetëra. Dhe kjo forma sotit për mu është shumë më mira. Po, doni Do të shta shtoni të po shtoj për që tu, marrë? te çështja që tha të mësimi tradicional, të mësimdhënësi me thupër. Ato faktikisht kur s'ka ndodhur të thupra ku ta diune. Por te çështja e mësim-nxënja ka qenë shumë më efektive. Faktikisht ka qenë më efektive, mandej ka qenë disiplina ka qenë, por unë nuk tham që e reja, faktikisht mirë po e reja ndërtohet mbi të kaluarën. Po, shumë e Aty bukur. pasoj. Më tregoni pak çfarë tipi të mësimdhënësit ke zgjedhur ti me qenë për gjatë kësaj jete? Çfarë profesori ke qenë? Autoritar, bashkëpunues, besa s'ke dasht me ta prish rregullin e klasës askush, ke komuniku shpesh me nxënësit. Cilin
cilin bashkëpunim e ke gjeti, ose cilin tipje, tash kur je afër pensionimit, nxënësit, gjeneratat, me siguri e kanë një mendim se si ke qenë ti për gjatë këtyre viteve. Po, është ajo tash shumë mirë që thotë edhe drejtori, kemi edhe këto formularët e vetë vlerësimit edhe e vlerësojmë edhe vetëm, si kemi qenë? Unë kom qenë bashkëpunues, kom qenë pak një mundu me qenë i afërt me nxënës, po shpesh mu ka hakmarë. Mu hakmarë se thojmë, një kuj me jepë, gishin të merë krejt durën. Shumë e mirë. Kom qenë bashkëpunues me ta, ka pak ku duhet me konë me tolerant, që kemë pas me ma, edhe sa gjëmë tolerant. Në qëfar ke toleru ti? Se nxënësi din edhe si ti shfrytëzojnë situatat e tolerimit. Pa e kom toleru që shpesh njën, ka një fjallë, ka një njërë mësimit, duhet pak edhe mësë me ndëgjua din me toleru edhe me vazhdu mësimin. E kështu që duhet me konë komunikus me nxënës, mësë me qenë agresiv, mësë me dash nxënësi, me thonë, po na vje këj mësus. Po. Që shko një ora. Natyrisht, do më thonë, je mundu me gjetë një mesatare të përshtatshme për a ka ndryshu stili jot nga klasa në klasë, sepse dhe kërkesat të nxënësve janë të ndryshme. Po, ka ndryshu, tashti kur vim për ciklit ult. Po. Në klasën e 6, tashti më varet prej që shkanë punu në cikli ult më atë klasë. Po. Disa vinë më të mira, disa vinë pak më të zhurshëm. Ai kur bëhet ndryshimi prej klasore, tash klasën e 6-9, kemi një, që me thonë, një muj dhe si të binë në të binojnë e vetë, më ju përshtat tash të ciklit, prej ciklit të ciklin e lartë. Sepse dhe ata i kanë kërkesat e veta. Po i kanë kërkesat e veta, disa klasën të mira, disa pak vinë më të zhurshme, po ja ata duhet pak me... Po. Ku disa klasë me punu edhe, me vazhdu me një stil tjetër për klasë 6-ën, 9-ën. Qëfar mësusi ke qenë ti? Se nxënësit e ciklit fillor, si kur e ka një lidhje ndryshe emocionale. Na që kemi studiu ma shumë në shkencat e pedagogjisë, kemi qenë shumë bashkëpunus, kemi qenë shumë tolerant, sepse pedagogjia o shkencë edukatës, e tolerancës. Më me thonë, ma shumë kam qenë mësus demokratat në atë stepin, bashkëpunus, tolerant, shumë i afërt me nxënës. Çfarë ke toleruar? Deri ku ka qenë ajo doza tolerancës? Kam toleru deri bashkëpunimi me nxënës, ndoshta ndihmesa nxënësit më dobë të mirit. Të gjitha këto kanë qenë për mënyrë që edhe nxënësi pak që ka ngecje dhe ai të stimulohet, pra. Por ndoshta edhe kam toleru pak edhe ndoshta edhe një kopje të vogël mi pas ai tjetër mënyrë që edhe ai nxënës t'i japim një vullet, një stimulim. Pra kam qenë shumë bashkëpunues dhe kam qenë shumë stimulus. Kam pas në çështje të vlerësimit, ndoshta nxënësi që ka pas ngecje kam vlerësuar ndoshta pak më shumë se sa e ka merituar. Po këto zhurma të nxënësve që reagojnë ata kur vlerësohet dikush, nuk kanë qenë edhe aq të mëdha, kanë qenë me një nivel, por faktikisht duhet menaxhohet pak edhe zhurma. Faleminderit. Drejtor ti shpëdalim punë drejtorit pak. Pikërisht. Cilin tip drejtorit e ke praktiku? Çfarë drejtori ke qenë ti? Kështu, unë kam qenë drejtor me një herë mas lufte në Novosel të epërme. Dhe ju e dini tash të ndërkombëtar kanë filluar ato trajnimet. Mirë, po të gjitha ata që ja kanë ndeshtë mirë në Kosovë, na kanë thonë kësaj. Ta reformojmë shkollën shqipe mbi bazën e traditës juaja, mos ngutëm me marrë traditat e huaja. Kështu që unë jam përpjek të muaj një ekuilibër në mes të tradicionales dhe modernes. Megjithse gjatë këtij rrugtimi ne na kanë prit sfida të mëdha dhe suksese të mëdha, pra kësaj. Mirë, po prej tradicionales duhet ta ruajmë këta. Parasysh se rendi dhe rregulli në shkollë është baza e suksesit në shkollë. Këta e kim pas rregull dhe disiplinë në kohën e tradicionales, këta do të ruajmë, pra është e mirë edhe sot. Prej tradicionales jam përpjek të ruajmë këta. Parasysh se baza e një institucioni arsimor është rregulli, rendi dhe disiplina. Drejtor, çka ke bë kur një mësimdhënës e ka fshuar orën e 6, pa të pyet ty? Ose kur një mësimdhënës nuk e ka sjell planin 2 mujor me kohë? Ose kur ka mungu se jam smute dhe ti e ke pa në qytet?
Ka ndodhur këto për gjatë jetës suaj, besoj. Po. Unë preferoj të gjithë drejtorat e ri për post atë që kanë obligim të kryjnë një trajnim për udhëheqësi arsimore, ta lexojnë edhe Fullanin. Fullani ka qenë një ekspert kanadez që ka bën reforma në arsim në krejt botën. Unë si drejtor në një libër të Fullanit, Fullani pozitën e drejtorit e përshkruan kësaj. Drejtori është si një kapiten i një anije në mes të një oqeani, i cili ka për obligim, ka anijen e prishme, pasagjer të uritur dhe të gjithë ekuipazhin e kryengritje. Tashti, drejtori ka për obligim cilës t'i vendos prioritet. Pa i harro këto tjerat. Në më thonë, figurativisht, do më thonë, anija është shkolla, pasagjerët janë nxënësat, kurse ekipazhi është mësimdhënësat. Në më thonë, një drejtor, një strateg, një vizionar, do më thonë, i ven prioritet njerës, kurse pa i harro këto tjerat. Nëse i harro këto tjerat, prapë sistemi dështon. Kësisoj. Kështu që e ke bën një farë mesatare, ha? Mesatare. Edhe nuk bëhet nami ajo që e kanë shu një ora, edhe kësisoj, do më thonë, nuk s'mëj me shkuna me njëherë me dënima, do më thonë, janë forma tjetër. Aja ki të vrejten, aje bo kishë nuk e kuptova. Më fare tashti prej shumë situatave, do më thonë, une prej sa jam drejtor, do më thonë, janë 10 vjet atje, edhe tash po bën 4 vjet këtu, e di si të dy stafet mu më kujtojnë, parasysh se unë kam pas sjellje shumë humane ndaj nxënësave, ndaj mësimdhënësave, ndaj prindve, edhe ndaj zyrtarëve të arsimit ta. Kësaj, për këta, do më thonë, e kam pas prioritet gjithmonë. Po, pa tjetër? Pasi që kjo është edhe drejtor, por edhe pse se kam kry, do më thonë postin e drejtorit, kam një përvojë sepse kam kry menaxhimin në arsim me Edukagjin Popovci dhe jam certifiku trener i atij programi. Edhe unë kam udhëheqjen arsimore, edhe aty kam mësu shumë çka. Edhe aty shumë sa ndoshta kur ishte te çështja e drejtorit, aty kemi 4 tipa drejtorë. Kemi autokrat, demokrat, liberal. Edhe te drejtori është trekanshi i forcës. Trekanshi i forcës, kur funksionon trekanshi i forcës, do më thonë, komunikimi, njohja dhe ndikimi. Komunikimi sjell njohjen edhe ndikimin. Du me thonë që edhe drejtorët duhet me qenë shumë bashkëpunues. Duhet me qenë bashkëpunues, duhet me qenë edhe tolerancë. Unë e kuptoj toleranca shumë. Në një nga misionet e mia shumë vite më parë, i ndjeri profesor Pajazit Nushi, ja bëj pyetjen cilën tip të nxënësve keni dashur më shumë. Cilin e keni pëlqyer më shumë, dhe a di çfarë më pati thënë aso kohë, nxënësit problem. I kam dashur më shumë, sepse jam përpjek vazhdimisht me fol me ta, me ju tregu, edhe shumë herë ku unë kam qesh në orë të mësimit, kam qesh me problemet e tyre. Ju, qëfar tipi të nxënësve i keni dashur më shumë? Ata nxënësit i duam të gjithë njëjtë, por sikur nga një herë shkon pa dashje ajo ndjenja e përzgjedhjes së tipit të nxënësit. Valla, në kom dash nxënësin e mirë për këta problemat jë mënu me përmesu. Jonë të hareshëm, ha? Jonë të hareshëm, po, jë mënu me thonë qëri bashkëpunoni, pak qëri detyrat kryeni bashkë, edhe nuk kom thonë kur si ti e problem, po, për që edhe pak puno me këtë nxënësin e mirë pak. Se nuk ga bën piktina, të ndihmon. Profesor ju? Të na, faktikisht, shkolla janë i ka specifikat se graviton shumë komuniteti. Po. Edhe aty kemi, por edhe une në punën time gjithmonë i kam privilegju. Jam mundu ata ti afroj, ti bindi, të vejoj, ata e braktisin. Edhe aty faktikisht shkolla janë i ka pas këto specifikat që jemi mundu, edhe ata ti integrojmë sa ma shumë. Drejtora, është vështirë t'jesh drejtor sot?
Është vështirë, është një detyrë shumë e komplikuar, në qoftë se drejtori ka një vizion, ka një bashkëpunim të mirë me kolektivin, edhe nuk është vështira. Të ashtu unë po bazona pak, unë po nisna prej kolektivit të që jam, unë faktikisht kështu menoj, kur e ka marrë detyrën, e ka marrë një farë mënyre, gjithë kolektivi ka qenë i polarizuar pak, i ndonë me grupe. Kështu që, do më thonë, bashkarisht kim arrit me formu një ekip të vetëm. Kështu që kjo është suksesi, për arsye se në një mes heterogen, kur është lufta në mes të një ekipe dhe një individi, gjithmonë ekipi fiton. Kështu që drejtori, do më thonë, drejtori ka për detyrë të gjithë krejt kolektivin të ban një ekip të vetëm. Edhe mos ta konsiderojnë vetën dish as ma shumë, as ma pak, se i pari në mes të barabartëve. Kështu që unë krenohem sot me shkollën ku jam, që aty është një ekip i vetëm, do më thonë. Edhe kësisoj, do më thonë, aty suksesi fakt se nuk mungon. Po. Do doja... Qëtu do të ndërhyj pak, Po? kur është fjala të drejtorat, ishte mirë të bëhet ndryshimi i legjislacionit, se faktikisht drejtorat sot janë vetëm drejtora operativ. Gjithçka drejtori ka mbashmëri nga drejtoria komunale. Mendoj që do të ishte mirë drejtori të jetë drejtor, të ketë kompetenca edhe në punësim, edhe në vlerësim, ajo gjithçka. Dikur e kishte kompetencën, ha? Drejtori. Dikur e kishte. Përpara ka qenë edhe plesia shkollësi, Edhe ka në pas lash, kur ka kompetenca. qenë, po. A ndërsa sot faktikisht vetëm një formë. Bashkëtarën e ka qenë drejtori me kolektiv. Po, me kolektiv. Me profesorin Që do t'ishte mirë, do t'ishte shumë ma mirë, do t'ishte edhe cilësia ndoshta një faktor shumë i... Prej viti 2000 Sot deri vjen i 2010, Po. asnjë punëtor në shkollë ku kam qenë unë drejtor nuk ka ardhur pa pëlqimin tim. Po. Kur unë jap pëlqimin, atëherë marr edhe përgjegjësia. Po, kuptohet. Tashti nuk ka fajtor drejtoria arsimit për arsye se gjonat vinë prej snalti, po përderisa për shembull në shkollë direkt shkon një mësimdhënës, atëherë drejtori një farë mënyrë ka një përgjegjësi, po ka të cunguma. Ja, kërkojmë shkollat këtë autonomi, aty është qëllimi. Shkollat Me unit autonomia e shkollës, brenda shkollës, mirë. Tash do të hyjmë kështu më thellë në punën tuaj si mësimdhënës. Ma kujtoni ndonjë moment kur ndoshta jeni ndi shumë krenar që jeni mësimdhënës, apo edhe ndonjë moment e cila ju ka dobësu juve si mësimdhënës kur nuk e keni marrë atë informatën kthyese sa duhet prej nxënësit. Sepse brenda orës ne në një klasë mushemi energjik kur kemi shumë gishta të ngritur kur përfundojmë mësimin ose kur përsërisim. Mirë, po në një klasë zbehet ajo dhe dalim prej klasës me kokën ulur se çfarë bëra une, s'pas ka kuptuar askush. Është kjo rutina jonë. Këtu momentet matë që thamë kanë qenë pas luftë, në vitin 99, kur kam pas rast të shkoj, punoj në Smolic dhe shkolla ishte, gjithçka ishte fshatu i kallur, gjithçka. Dhe aty falë fshatarve kemi punu në një shtëpi shkollë, aty jemi mobilizu me drejtorin i cili është gjallë dhe përshëndes nga studio Smajl Abdyli, kemi organizu atë shtëpi shkollë, kemi punu me shumë pak nxënësa, kemi punu me paralelet kombinu me klasa parë me të tretën, e dyta me të katërtën. Ato ishin disa momente, ishtin edhe momente që në mesin e tyre mungojshin edhe disa nxënës që ishin vrarë gjatë lufte. Aty, por momente tjera të rëndësishme të çështja mësimdhënës ka pas momente kur faktikisht klasa parë është pak shumë e vështirshme. Aty ka momente bile, 1-2-3 muajt e parë derisa të përfundon etapa e përshtatjes, kemi pas nxënës që rrinë me prind, të rrinë aty, pothuajse gjithkohën. Kemi pas momente që je mundu boll, por në fund e ke parë rezultatin nuk ka qenë ashtu siç ke mendu. Kemi vazhdu edhe ditëve në vazhdim, që kështu që
kanë qenë momente, ka pas momente. Kjo koha e përshtatjes ose faza e përshtatjes. A ka ndodhur ndonjëherë ndaj nxënësit i klasës parë për shembull që ka hezituar me tu përgjigj? Aty kemi pas, ka pas x arsye. Ka pas x arsye se kanë qenë ndoshta edhe problemet, faktikisht edhe problemet sociale ndikojnë shumë, familjare, gjitha ato. Por specifike pakusht të na, këtu po flas që kur bëhet ndarja nxënësve në klasë parë, nuk përmenden tre faktorë që duhet. Faktori social, pedagogjik, nxënës që vinë me përgatitje parashkollore, edhe ekonomik aty të fjalë. Aty nëse bëhet një ndarje e drejtë, aty mund të vlerësohet edhe mësuesi, se dikun ka pas. Profesor Bardhat, çfarë kujton ti? Çfarë kujton me këta nxënës gjatë jetës suaj? Ke ndonjë nxënës më specifik që e ke bën ai diskutim ndryshe me të tjerët? Ke diçka në ai rast kur ai nxënës ka fol shumë më shumë me ty se sa me prindin e vet, ka treguar ai histori? Që nxënës ka dashur me shku shkollën krejt. Hajt më trego. I më shku unë kryetari i komisionit, kemi shku në shtëpi. Në klasën e 9. Edhe kemi marrë në shkollë mos me hub vitin ai. S'kishte dashur marrë shkollë heq. Ka pas arsye pse po don me braktis shkollën? Pa, nuk i kam librat jo prindjes, nuk ka ble librat jemi detyruar, kemi gjetë krejt librat të shkollë, kemi dhënë edhe sa do kthyej ai, edhe domethënë ai i ka notat kështu. O kthyej do mesatarisht mirë, ka lënë, s'kona më se kishte marrë veprim, ai e kishte hub vitin shkollor. Domethënë kemi çat misionin tonë si nxënësat, sa më shumë me ju gjetë formë, me ja vit, marrë shkollë. Se me dalë pengesë, ata më nëshru se ka dhe prindë, thot, a nuk po shkojnë, hajtë mos e bën një punë tjetër, po na ju shkojmë të shtëpia. Shpesh e mojmë na aty, janë me ekipe që shkojmë në shtëpi, marrë shkollë, edhe mojmë me të mirë, folë me familjarë, domethënë i kthejmë, e këto aktivitete gjithmonë veprojmë na kështu. Kur klasa jote kujdestaret ka bën nervoz mas shumti? Kur je nervozu mas shumti me klasën tuaj, në ai moment? Jem nervozu kur nuk e pranoj të vërtetin. Dhe çfarë? Si ke ra? Çfarë me pyetje, jo, mësuesi nuk ka thënë kështu, po ka thënë kështu, aty tash mësuesi po vjen. Je mundu me i fal, me i kuptu në bast moshës që kanë? Se ja, nxënësat janë të mirë, duhet më punu arsimtare, sa ma shumë më koni angazhuar. Nësë mi dhanë hapësirë, aty njërë mësime, si jo dhe hapësirë, aty nisin pak. Po, natyrisht. Drejtor, puna e menaxherit suksesshëm varet pak edhe prej projekteve që sjellën shkollë, sepse edhe ato janë një element kyç për qëndrueshmërinë e procesit dhe menaxhimit të shkollës. I keni shfrytzuar ju këto mundësit përmes organizatave? Gjithsesi, unë po dala tashti në dy etapa, sa kam qenë drejtor në Novosel dhe tashti sa jam drejtor në Bërkoc. Mas lufte, unë këto organizatat e huja, donator të huj, kam shfrytzuar maksimalisht. Na sigurisht e shkolla jonë nuk ka qenë e djegme mirë, po e amortizume totalisht. Parsy se një shkollë ku 20 vjet nuk investohet, ajo është e amortizume. Kështu që prej një objekti që pak nxojke në shkollë, e kim kthy në një shkollë moderne. Në më thonë, kim ba rindërtimin e shkollës komplet, kim kompletu me inventar, nxemjen, kim ba poligonën sportive, rrethimin. Kështu që une për këta e moj mend si arsimtarve ju kam ofruar një infrastrukturë moderne. Kurse në Bërkoc, TV-syri është vetë dëshmitar, para 4 vjetëve që e ka marrë një shkollë që në pamjet parë nuk ngjajke në shkollë, dhe edhe aty mahet men që aty po javlan një shkollë të rangut evropian. Tashti, shkolla aty kim shfrytzu edhe donator, mirë po falenderojmë edhe Kuvendin Komunal, respektivisht kryetarin që e kurorëzoi me një rindërtim të plot. Shkolla sot nuk ka dallim për një shkollë evropiane. Në më thonë, ka nxemje, i kim 8 kabinete, kim sallën edukas fizike. Në më thonë, të gjitha kabinetet janë të kompletume me të gjitha mjetet didaktike. Kështu që unë kam pas rastin, sigurisht edhe këta kolegë kanë vizitu në vitin 2004, unë me ish drejtorin e arsimit zoti Zef Osmana, ki vizitu 20 shkolla në Zvicër.
tashti shkolla jonë nuk ka diçka dallim prej tyre. Ndryshe prej atyre. Absolutikisht. Te na mungon vetëm një pishinë që fëmija mund të notojnë edhe është një shkollë, në më thonë, taman e rangut evropian. Kështu që nihe mirë që po jo la ati komuniteti një objekt, në më thonë, modern. Shumë e bukur është kjo. Për këto vite sa kam unë në mësimdhënie kom pa që dikur kishte nxënës të mirë, të shumë mirë, të mjaftueshëm, pothuajse të gjitha niveleve. Sot sikur shpesh shohim vetëm në dy ekstremet, o shumë të mirë, o shumë të dobët. Sa jeni përpjekur ose sa jeni munduar që të mos mbini pre e provokimeve të ndryshme edhe të prindërve edhe të tjerëve që të përmirësoni vlerësimet e juaja kundrejt asaj që vërtet nxënësi e ka merituar? Po, plotësisht, ashtu është se me të vërtet nxënësa sot ka otë mirë, por, me thonë të drejten, këtu kërkohet një bashkëpunim. Por edhe vlerësimi. Do më thonë, ne kemi atë dosjet për vlerësim. Gjithçka, çdo gjë, çdo testim, aktivitet, punë që e kryen nxënësi, ja japim dosje, e çon në shtëpi edhe e sheh edhe prindi, e bën nënshkrimin e prindit dhe do të bindet prindi që vlerësimi është. Po, kemi vetëm edhe si prind që kërkojnë, kemi edhe plot prind që kemi pas. Çfarë keni bërë në këto raste? E keni arsyetuar përmes ditarit personal, përmes ditarit personal, por edhe përmes bisedës, komunikimit, ja kemi shpjeguar, I kemi treguar çka duhet me punue, çka, kështu që me të vërtet është kjo që thash edhe më herët, këtu është ai dallimi që këto reformat pak fëmijë kanë. Po. A keni qenë ju njëri për atyre mësuesve që keni tentu që përqindja e klasës me dalë shumë e madhe, përqindja përfundimtare e klasës? Jo. Sepse është e pamundur me qenë të gjithë të shkëlqyeshëm. Jo, faktikisht, sepse sa kolegu Bardhac kur po dalin klasën e 6-të tutje nuk e mbrojnë ata. Po shihen. Faktikisht, me qenë vlerësimi sa marra. Po. Profesor, njiheni si person që keni vendosur pesa më shumë apo dysha? Kur kom dhanë muzik, pak kom banë shime. Muzik? Një po kom kërku me di diçka pak vlerat e nota muzikore, pak edhe kom shime kënu apo dhe me kënu mirë. Shumë mirë. Edhe kom bo pak në gjurë shqipe, pak në gjurë shqipe, ma rigoroza? Po, ma rigoroza. Dhe, a duan nxënësit lëndën e gjuhës shqipe? Jo, do edhe nuk... Në gjurë shqipe pak I kom notat, ma me dhejmën me dha notën e mirë kër nuk din. Nuk e jep, nuk ndikosh. E nëse prindit e lunat rolin e presionit, nga njerë si që ndodhë, qëfar bë? Jo, prindin e thot, I keni të lirë. Shumë mirë. Edhe thot, I keni durë të lirë, një problem që e bojnë nxënës. Nuk po thëmë shka thojnë ata, din se... Se nga njerë thonë qyshbe... Thojnë pak piskati ose rehi, po jo. Gjuhë shqipe, dëshune, katërsha, anglisht, mu për shamull, shpeshëm thonë. Jo, e kemë durë të lirë se edhe prindit e din që që kanë zonë, së shpe. Nëse rësë edhe ata e din. E din edhe prindit e din. Janë prind apet ma... Po. E tashtë I kanë kurset e mira më mësue. Po. Unë e foli për atë shkollën e tonë, është krejt park e kemë shkollën. E përshëndes Zotin Yusef Ibrahimi se shumë ka punu për shkollën. Në mëne e kanë ndihmue. Ka qenë model shkolla. Lokali është shkollën mirë. Në mirëmbajtje. Edhe kur I mjellim të ashtë lullën sinit për I angazhojmë edhe nxënësit. Po. Apo e mbani kështu bukur si që ishte dikur? Po. Thojnë një fjallë popullore së kur në apotekë është. Shumë e bukur. Shkollë të si në apotekë është pastër. Po. Drejtor. Për përmbyllit tash emisionin. Po. Kur? Cila është data e pensionimit tuaj? Data e pensionimit është me 17 maj. Maj. Që do të thot keni edhe pak kohë. Si do të doni ta përmbyllni ditën e fundit të kësaj pune? Ju do të shkoni aty edhe çdo ditë tjetër. Mirë, po është një diçka simbolike, është diçka që ju simbolizon përfundimin e karrierës. Zyrtarisht. Unë menoj se këtë mision, 40 vjeçar, e përmbyllim në një shumë dinjitoze. Me gjithse gjatë këtij rrugtimi më kanë përcjell sfida të mëdha, mirë po edhe suksese të mëdha. Mirë po ballhapur për arsye se e përmbyllim me një përkushtim të madh që kam pas ndaj
gjeneratave të reja që janë nxënësit tonë. A të ka ndodhur ndonjëherë përgjatë kësaj karriere me të kërkuar një mësimdhënës diçka mos më shumë me i bë zgjidhje për plotësim të normës apo për diçka që je ndikeq? Shumë mirë këta e ceki profesori, këto gjona tash të përmbarin për i drejtorisë së arsimit. Ai arsimtari e gjen atë besimin me shkunzyre të drejtori edhe me kërku. Po, ka ndodhur se është diçka që nuk është në dorën tona. Diçka që nuk është në dorën tonë, dhimbje kemi, por nuk kemi as përgjegjësia. Ka ndodhur shumë shpesh, kësaj. Profesor, më trego ti si do doje ditën e pensionimit, të dalësh nga shkolla me çfarë përshtypje nga ana kolegëve, sepse nuk folëm pak për kolegët. Po një nervozitet me qësi do të dalë. Për çfarë mendon se do të mbahesh mend, nga kolegët edhe nga nxënësit? Mendoj që do të mbara mend, kom qenë, që më thonë, i afërt me kolektivin, i afërt me drejtorin, i afërt me nxënës. Unë besoj që do të marrë mend si një mësuesi i kulturuar që i përkasin, nuk po them shteteve evropiane që janë, mirë po ju më duket sa ku mujt me qenë tolerant me kolektivin, me drejtorin, me qenë i harreshëm, me qenë, nësë më dhova dha qyre se erdhë kjo, se si po me qenë me dashnë. Po. Profesor, ti? Dhe unë kam qenë shumë kritik ndaj menaxhmentit shkollës, por me argumente. Kemi pas, ishte kënaqësi që i ndëgjoj këta dy drejtorë që kanë infrastrukturë të mirë shkollore, kanë ambient mirë. Ndërsa në shkollën tonë ajo nuk ekziston. Dhe gjithmonë kam qenë shumë një opozitar argumentues, që kam kërku nga menaxhmenti të bëjë ndryshime. Faktikisht, një ambient i papërshtatshëm, kur s'ke ndoshta një vend ku tulesh mirë, unë shpresoj tash kemi një drejtor të ri që do të bëjë ndryshime, ndërsa me kolegë kam qenë shumë bashkëpunues. Ju tregova dhe më herët, kam pas rastin, kam kryer fakultetin pseusis, mandej kolegë kanë vazhdu fakultetin edukimit nga Shkutja, ju kam afru literaturë shkencore. Nga nxënësit si mendon se do të mbahesh? Do të mbahem mend si një mësues shumë i mirë, tolerant, bashkëpunues, kështu që besoj që ka me qenë një ditë, si çdo ditë tjera. Po, si çdo ditë tjera. Po, emocionet normal ekzistojnë, por do të jetë një ditë që fali inshallah mrim edhe ato ditë edhe. Me vete, kur pensionohesh, merr edhe një varg kujtimesh, sepse 40 vite, 30 vite, me qenë në një vend pune, me punu vazhdimisht, me kalu një pjesë tjetës, aty ka ndodhur shumë gjëra, të mira dhe të këqija. A do t'i merrni me vete vetëm kujtimet e mira, po edhe ato që ju kanë bërë të ndiheni keq, sepse jeta është të tillë, nganjëherë na bën me u ndi mirë. A do t'i leni aty ndodhi që ndodhi, tash filloj një kapitull tjetër? Me vete duhet me marrë të mirat, ato disa duhet me harru. Unë tham kështu. A mendon se të ka mbet peng diçka që nuk e ke bën në arsim për gjatë këtyre viteve? Po. Ka mbet peng që kur kam dhënë edukatën muzikore, jo munduar me mësu me ditë me ravegla dhe nxënës. Edhe tash një shkollë ku më arrit, do të jenë rebel Ferhat Binishi, kanë qenë nxënësat ndoshta më të mirë, atje ku mësoni 5 vajza i ku mësoj i bin kësaj pianos. Më ato sinta thjesht. Kurse në shkollën time ju, ku punoj një vllanis. Hade hade nuk u mujt me domethënë një instrument më shumë mirë. Po ku marrë edhe shiftelin nga një herë, se ju që tu më ka bërë që nuk u mujt me dhonë. Që në vendin tim ju, e tjetër ku po. Në shkolla atje po. Shumë e bukur. Nga njerë jeta ti dikton disa rrethana, disa situata. Orët në zonës. Po. Çfarë porosie do të kishe për mësuesit të rinj? Ata që guxojnë të marrin detyrën e mësimdhënies. Unë kisha një porosi se të gjitha ata mësimdhënës të ri të punojnë me përkushtim, të jenë profesionistë mirë, të jenë të guximshëm. Faktikisht duhet me qenë dhe të gjitha ato njohuri ti transmetojnë të gjeneratat të reja. Drejtor?
këtyre drejtorave të rinj, se nuk është që nuk ju pëlqen mësimdhënësve me kalu nga roli mësimdhënësit në rolin e drejtorit. Unë asnjëherë nuk kam pas kësi rast që të këqija, për arsye se problemet janë më të ngushtë tonë ata. Ato i marrën në krejt normale. Unë po lidhi një rast me një mësimdhënës të komunës Prizreni, kjo ka ndodhur mas lufte. Jemi në fund, ta përmbyllim, po? Po. Edhe një konkurs që ka hap komuna Prizrenit ka fitu 3 vjetë radhazi një arsimtar, ai me shkollë të mesme. Edhe në fund që në ledha ato media ta pysin se qa bo kjo me shkollë të mesme, e pyet një përfaqësues i mashtit, ç'është është e moshme 3 vjet ti e nxon e venin e parë me shkollë të mesme. Thot, me çfarë metode ki punu? Thot, nuk di ç'është metoda. Ç'është është e mundshme? Thot, ç'është ki punu? Thot, une kam punu me zemër. Edhe 3 vjetë kanë zonë venin e parë. E tashti, rasti i fundit, për mu, do më thonë edhe një muj, edhe do t'ja lënçoj dorë dikuj tjetër. Une e lu Zotin që të vjen mas meje, një njeri vizionar dhe ta ketë parasysh që para ka nxënësat edhe një gjenerat të re që është e ardhmja e shtetit tonë. Në një intervist mas lufte një përfaqësues i mashtit, një punëtor, një arsimtar e pyeti, aty kam qenë, tha, kush të shtyni me konkuru për drejtor? Thot, o, vetëm ta largoj ki ditar, se u lodha. Thot, ti nuk je as për ditar, as për drejtor, edhe do të nxjerrim prej sotin penzion. Unë e lu Zotin që mas meje mos vjen një mësimdhënës që është mërzit me ditar, ose ju kujtot aja partia fort që ka thonë bona drejtori vetëm ti përjashtoj disa vetë, kështu. Kësisoj. Edhe... Faleminderit. Një porosi dhe me që me pas kujdes kush vjen drejtor. Me edasht drejtor lujkun, si që thuhet. Të ketë vizion, ketë bashkëpunëtor, të bashkëpunon, edhe çka është më interesant, unë e sugjeroj ta vizitoj një shkollë në Perëndim. Dhe do ta sheh se drejtori nuk është ai që vetëm do të më komandu, po është drejtori do të më prin proceseve. Drejtori do të me marrë gjokerin, me pastru veceta, me pasu koridojnë, drejtori me marrë lopatën, me punu në kopsht, me marrë ditarin, do më thonë, është i pari në mes të barabartëve, jo vetëm të komandojnë. Faleminderit. Profesori Bardhet, ka dal, po vjen pleqnia. Hajt na këndo dy vargje ta përmbyllim. Këtë konga? Ndihmojmë edhe na. Këtë konga? Që të ndihmojmë. Këta mëse për koka muzikant. Po, mara. O, ka dal, o, po vjen o pleshnia, po i kanë halë tonë shifteli hia, po i kanë halë tonë shifteli hia. O ka një zgishta tos po më punojnë, edhe zani jo miros po më shkane, edhe zani jo miros po më shkane. O trupi im, o sordë bora hate, tu i këndu o në qytetën fshate, tu i këndu o në qytetën fshate. Faleminderit shumë, ju uroj pensionim të mbar, të keni sa më shumë suksese edhe në pjesën tjetër, edhe t'ju kujtojnë gjithmonë mësimdhënësit, kolegët edhe nxënësit, ashtu siç folët ju sot për ta këtu. Faleminderit. Kemi përmbyllur diskutimin e sotëm me të ftuarit tanë, me të cilët kaluam në kohë dhe evokuam shumë kujtime nga puna e tyre në arsim. Ju falenderit që në ndoqët, ju urojmë vikend të mbarë dhe më duhet të ju rikujtoj se për kujdesin time është kujdesur butiku Morina në Gjakov. Vazhdoni të jeni me ne dhe t'i ndiqni programet tona edhe në rrjetet sociale. Mirëmbëjtje.